implementimin e çështjeve më të rënda të marrëveshjes ore të gabon PDSH-ja, jo BDI-ja. 1. Ligjin për amnesti. Shumë e rëndësi. 2. Shumë pak njerëz dhe në Kosovë. Ndryshimet kushtetuese që i ka para pa marrëveshja e orit, i ka bo PDSH-ja. Do më thonë, konflikti pas ka pas efekt pozitiv. Ka vuru nga një marrëveshje, pastaj që i keni bon këto avancime. Jo. Kualifikoni si regres, që kjo pak e ronë në lezimin tënë. Për shkak se e vërteta na flet sot, pas 25 viteve, se gjendja e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, as që baraz vlerësohet me drejtat e sërbëve në Kosovë. O nuk është faj as i konfliktit as i marrëveshjes, është i juji që një kont ka dalë shumë. Ma shumë keni këqyrë pushtet se sa me realizu shqiptarët atje do drejta që ju takojnë me gjitha konë vendër kombëtare. Dhe me gjithë se po thoni... Edhe Aliameti e tonë. Dhe me gjithë se po thoni mas 17 vitesh, me gjitha gjuha kam rrinë 20%. Nuk është ka dale, po është... Nuk është të vërtet. Ka zgjatë 17 vjetat. Si pas vlerësimit tim, viti 2019, e sakaton përdorimin e gjuhës shqipe në mënyrë të pakuptueshme. Nuk është ligj pozitiv. Unë se kam votu. Unë kam qenë deputet se kam votu atë ligj. Atë ligj ka përgatit Zajevi, atë ligj ka përgatit LSDM-ja, dhe atë ligj BDI-ja e ka përfitu si marketing se është bëjt gjuha shqipe. Dhe sot kur BDI-ja kaloi në opozit, flet për mungesën e përdorimit të gjuhës shqip. Sa i përket marrëveshjes së orit dhe kvalifikimit tuaj, jam plotësisht dakord. Se fajin që s'është realizu marrëveshja e orit, në rend të parë kanë Maqedonasit që s'na e kanë kuptu asnjëherë seriozisht armpushimin, apo paqen, apo marrëveshjen politike. Në rend dytë, fajin e ka Aliameti 25 vjetë pushtet, unë vetëm 16 muaj ka qenë. Hajpe i ndojmë, proporcionalisht. Keni qenë 2 vjetë e para, 2006-2008, e keni thuje parimin i pari shqiptarëve me të parin e Slavë. 16 muaj, jo 2 vjetë. Qëtëherë kanë qenë? 2006-2008, apo? Që jo, s'kam qenë qëtëherë. Që jo, përherë ka qenë BDI. Përherë BDI ka qenë. Dhe kjo... Ose ka dalë para në zjedhe, gjatë gjithë kohës përveç... Edhe tash, e kuptoj, po për politik, jo të mirë, mu maksimum mund të më dënoni të më shëni në opozit, jo të më bëni fajtore dhe për 20 vjetët e pushtetit BDI-s. Nuk bëjmë fajtor, që është është? Jo, nuk më bëtë fajtor, po më bëtë baraz vlefshëm fajtor. Jo, nuk jemi baraz vlefshëm. Nuk pengoj kualifikimi, se dhe në Kosovë është një të regimi t'il, që lufta ka qenë shumë e pa vlerë, se ka pas vlerën e dur, ka pikpyetje për luftën tonë, pëse nësë kemi ditë me në gjumas luftën, kjo problemi jonë, problemi luftës, ka uza e drejtë. Nuk lejoj që kështu t'i relativizoni gjanat. Që shumë shumë? Lufta, mund t'i shikni. Lufta në Kosovë ka shpor për Kosove administratën dhe sistemin policërë ushtarak të Miloševićit. Po? Maqedoni? Po ju një nalë vetë. Po qka jeni sot? Si pas me ndu thashit... A jeni për munda Maqedonia... Jo, po ta ja përgjigje. Ku i të ngronë dhja palët? Si pas me ndu thashit, lufta në Maqedoni ka shpor për pushteti PDSH-n dhe me ndu thashin Arben Xhaferin. Pik. Fatkeci, kjo për shqiptarë. Janë druar politikanët shqiptarë në krye. Po sigurisht. Nga së qaro pozicionin. Masi, ne pas 25 viteve të asaj lufte, nuk po shojmë asni fryt të pjekun të asaj lufte, apo në aseroni pozicionin. Konstatimi im është se ka qenë manipulim. A jeni për me qenë Maqedonia shtet unik me shqiptare Slavë aty, a jeni për munda, se kini një propozim që është hapi parë dhe radikalizmit, konfederat ose autonomi kulturore. Unë për këtë kam pasoja, se unë e kam dalu me vizën në SBA për shkak të akuzave se unë jam për ndarjen e Maqedonisë. E njeriu i parë që i ka bërë këtë akuza është vetë Zoti Ahmeti dhe grupimi i tij me do shokë që i kanë Kosovë. S'është e vërtetë. Unë nuk jam pro ndarjes Maqedonisë, po unë po ju them si politikani më i vjetër ndoshta në Jugosllavi për shqiptarëve, se Maqedonasit nuk mendojnë që të jetojnë bashkë me ne. Nuk mendojnë. Ata duhen të ndahen. Pa sigurisht, ghettoizimin, se disa gjana unë i shoh ma larkë, se dhja kam drejta jo, po drejtën e përvojës e kam. Ghettoizimin që në përna e bëjnë neve shqiptarve, vetëm zgjedhjet e fundit lokale ju lutem merr një analizoni, ata përgatitin Mitrovicën e Veriut, Graçanicën, për shkak se në zgjedhjet e fundit, ata bën gjithçka që dy komuna shqiptare me shumicë shqiptare
t'i marrin ata t'i qeverisë. Dhe këtë e bën edhe mendimin e shqiptarëve. Dhe nuk e besoj, nuk e bëjnë mendimin e shqiptarëve, po e bëjnë me folklor romantizmin e politikës Zotit Ahmetit, që ka mendu se gjithë shka ka përfundu, atë ditë që aja është instalu në pushtet. Po fjallën e pata dikun tjetër. Sot ndë flitet edhe në Kosovë, më vjen shumë keq në Shqipni, me formuliret Maqedonia veri perëndimore. Territorialisht, pushtetin lokal, shqiptarët në Maqedoninë veri perëndimore, se kanë as 35%. Prej Kosove, kur do të hynin në Maqedoni, është një komunë me shumicë artificiale Maqedone, e cila mrinë kufit Kosovës dhe përfundon në lumin Vardar në daljet të Tetovës. Dhe unë po flasë për këtë fenomen. Insistimi im që në Maqedoni të ketë një sistem juridiko kushtetus me drejt veto, apo me parlament dy dhomësh, ku njëra dhomë do tjetë dhoma kombeve ku ata nuk do të arrinë që të na mbi votojnë, është vetëm ja zgjidhje jashtë ndarjes Maqedonisë për momentin që unë mendoj. Po e këtheni në platformë politike? Po e kemi ne. E kemi që nga viti 2011. A kemi nga ndërkombëtar në mbështetje për këto? Jo, nuk kemi. Se Maqedonia për ta është eksperiment i një shteti qytetar. Kjo shkon kundërshtim atë koncept. Po, sigurisht. Po, ne duhet të kuptojmë se edhe Maqedonia është i vetmi eksperiment në Evropë i shtetit multietnik i cili nuk po funksionon. U bon 35 vite të pavarësimit Maqedonisë dhe ky multietnicitet nuk funksionon. Ju besoni se me përbërësit e njëjtë priten rezultate tjera nuk bën, kështu që duhet ndruar diska thelbësisht? Patjetër, kushtetutë. Rregullimi juridiko kushtetues i Maqedonisë duhet ndrojë. Edhe atë unë nuk tentoj ta bëj se ta çoj me konflikt. Po unë dhe PD-shtja thujnë të gjithë bashku themi, zgjidhni funksionimin e shteteve të tjera të cilat kanë shumë etni dhe ne do ta kopjojmë. Qoftë Belgjikën, Kanadën e kemi përmendur. po, Quebecun, se përndryshe kështu vjen keq. Sot unë e kritikoj, ndoshta tepër e kritikoj Ali Ahmetin, nesër do të vinë do të tjerë që njëjtë se nuk kemi sukses. Vlerësimi im është se kjo mënyrë e të bërit politikë shqiptarëve të Maqedonisë jep disa thërmi, po në fund buk nuk ka. Ku e keni përkrajen? Se kjo nuk bëhet nga një parti që momentalisht nuk është ndër më të mëdhat në Maqedoninë e Veriut. Me këtë do të bëni? Ne jemi parti e vjetër dhe kemi pasë momente kërë kemi pasë përkraje shumë të fuqishme. Dhe këtë përkraje kemi humbë pak me përgjithësinë time, do shtat pak më shumë. Por këtë përkraje kemi humbë për shkak se edhe Shqipënia edhe Kosova kontribuon shumë në këtë folklorizimin e situatës shqiptarëve të Maqedonisë. I keni përmendur edhe me emra, edhe zotin Rama, edhe zotin Kurti, edhe të tjerët. Edhe pse zoti Kurti ka një dallim shumë të madh pe zotit Rama. Në çfarë kuptimi? Në përgjithësinë që ka.